Infrastruktura rrugore dhe kanalizimet mbeten ndër shqetësimet kryesore të banorëve në zonat rurale. Një prej tyre është edhe rruga hyrëse e lagjis Krasniq në fshatin Koçaj, njësi administrative Fier Shegan në bashkinë Lushnjë. Rruga me një gjatësi rreth 250 metra është amortizuar dhe kërkon ndërhyrje nga institucionet vendore. Gjatë stinës së dimrit, banorët përballen me baltë dhe grumbullim uji, ndërsa në verë rruga mbushet me gropa dhe plur, duke vështirësuar lëvizjen e përditshme. Banorët e kësaj lagjeje kanë kërkuar vazhdimisht investime nga njësia administrative dhe bashkia Lushnjë, por sipas tyre deri tani kanë marrë vetëm premtime dhe asnjë ndërhyrje konkrete. Ata shprehin jashtë kamerave se premtimet janë përsëritur edhe gjatë fushatave zgjedhore, përfshirë edhe ato të një viti më parë, por investimi i shumë pritur ende nuk është realizuar. Edhe pse lagja ndodhet pranë aksit nacional Lushnjë-Berat, banorët vijojnë të presin përmirësimin e rrugës, një investim që sipas tyre do të lehtësonte ndjeshëm jetën e përditshme të komunitetit.